Së pari, ju keni qenë dëshmitar të seancës së kaluar, ku unë përveç që i kam tërhequr vërejtjen deputetit Geci, po ashtu në kërkesën e tij për të replikuar ndaj fjalës përfaqësuesit të PDK-s, unë nuk e kam lejuar që ta bëj një gjë të tillë. E kam dënuar atë gjuhë. Për mua ajo gjuhë është e papranueshme, përqarse dhe është goditje ndaj veprës madhështore të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Në këtë drejtim, edhe sot në seancën e Kuvendit do të mbaj qëndrim raport me këtë çështje dhe po ashtu e dënoj gjuhën seksiste kundrejtën kryetares së Kuvendit, zonjës Vlora Çitaku. Unë për këtë nuk kam qenë e njoftuar atë ditë në seancë, nuk e kam dëgjuar. Jam njoftuar dje nga mediat, gjithsesi nga ato publikime që janë bërë. Dhe nuk do të lejoj që si kryetare Kuvendit, që Kuvendi të shndrohet në arenë për plasjesh dhe ku goditen gratë deputete. Ato janë përfaqësuese të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe nëse ka përdorim të gjuhës së tillë seksiste, natyrisht që kjo nuk do të lejohet që të ndodhë dhe do të dënohet nga unë si kryetare Kuvendit. Me këtë rast ftoj të gjitha grupet parlamentare që të dënojnë gjuhën e tillë nga kushdo që vjen. Dhe kudo që ajo bëhet. Natyrisht që është shumë problem nëse kjo ndodh në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por natyrisht edhe në çdo moment apo në çdo rrethan tjetër apo në çdo institucion tjetër, qoftë edhe në rrugë apo në debate televizive që ajo shpesh ndodh, për faktin se ju dini shumë mirë që ka pas gjuhë shumë të rëndë që është përdorur edhe ndaj aktivistëve, deputetëve të vetëvendosjes, por që nuk ka pasur solidaritet dhe nuk ka pasur reagime për ta dënuar një gjuhë të tillë. Por unë dënoj këtë gjuhë seksiste, mizogjene, të papranueshme dhe nuk do të lejoj që Kuvendi të shndrohet në një arenë ku goditen gratë dhe përdoret një gjuhë e tillë.